Dashi, por nuk u tregua të matur e të logjikshëm, gjërat mund të marrin tatë pjetën këtë javë. Nëse jeni në një lidhje, duhet të tregoni më të përgjegjshëm e në asnjë mënyrë nuk duhet të hidhni hapa të nxituara. Kujdes edhe nga disa provokime të partnerit. Ju beqarët do keni një periudhë të mbushur me njohje të reja, por nuk do të preferoni ende të hidhni hapa. Buxhetin mbajini gjatë gjithë kohës nën kontroll, pasi shumë shpejt do keni nevojë jetike për para. Për shëndetin do kujdeseni mjaft dhe gjendja do vazhdojë të mbetet e stabilizuar. Në punë nuk do të jeni shumë energjik ditët e para të javës, por pas ditës së njëjtë shumë gjëra do ndryshojnë. Mos u dorëzoni lehtësisht. Demi, javë e zakonshme dhe pa probleme serioze. Ju të dashuruarit nuk duhet të bëni asgjë që nuk i pëlqen partnerit tuaj, sepse mund të keni probleme serioze me të. Merrni çdo gjë shtruar e mendoni për të dy palët. Ju beqarët nuk të mendoni shumë për jetën sentimentale, sepse do të jeni të zënë me punë dhe angazhime të tjera. Buxheti nuk do të jetë as pak i keq nëse shpenzoni me kursim dhe maturi. Po u tregua të pamatur, situata do të marrë tatë pjetën. Shëndeti duhet pasur më në kujdes se asnjëherë më parë. Nëse keni dhimbje barku, probleme me stomakun dhe kapsllokun. Në punë do jeni të duruar dhe këmbgulës. Mund të lodheni paksa, por në fund do arrini atje ku e keni planifikuar. Binjakët, këtë javë klima do të jetë goxha e tendosur për ju dhe shpesh do bëheni nervoz. Shumë herë do t'ju duket sikur nuk do arrini dot qëllimet e kjo do t'ju stresoj pamas. Ju të dashuruari do jetoni në një klim të qetë dhe pa emocionet që keni ëndërruar gjithmonë. Në shumë momente do t'ju duket sikur kurrë më gjërat nuk do të lulëzojnë. Ju beqarët do jeni më sensual dhe ka mundësi të kaloni edhe ditë të lumtura. Financat nuk do të jenë të shkëlqyera e kjo do t'ju mërzis goxha. Me shëndetin duhet të jeni më vigjilent dhe të kujdeseni për çdo shqetësim para se gjendja të përkeqësohet. Në punë nuk do t'ju avën veshin për atë që do kërkoni dhe asgjë nuk do t'ju ecë ashtu siç keni dashur. Gaforja, gjatë kësaj jave do t'i përkushtojeni më tepër jetës tuaj sentimentale për shkak të një konflikti apo të një shqetësimi që do ekzistojë. Do ngrini disa pikpyetje që nuk do t'ju lejojnë të merrni frymë lirisht. Do keni diskutime goxha të gjata me partnerin e do vendosni pikat mbi i për disa çështje delikate. Ju beqarët do realizoni takime mbreslënse që ditët e para dhe gjatë gjithë javës do përjetoni emocionet e këndshme. Financat do varen nga mënyra se si ju do t'i menaxhoni ato. Po nuk kryet çmenduri, gjendja do mbetet e kënaqshme. Shëndeti nuk do të ketë as pak probleme dhe vështirësi, por kundrazi do jeni energjik dhe dinamik. Në punë do keni ide shumë të mira se si të arrini atje ku keni dëshiruar. Do lodheni e do mundoheni paksa, por rezultatet do t'ju ambushin zemrën me gëzim. Luani, mungesa e durimit dhe qartësisë do të nxjisë tensionet gjatë kësaj jave. Mosmarrveshjet me të gjithë do të jenë të herpashershme. Mundohuni të ndryshoni sjellje. Nëse jeni në një lidhje, do ndjeni të përhumbur dhe nuk do dini çfarë të bëni gjatë 3 ditëve të para të javës. Debatet do të jenë pa mbarim. Ju beqarët do realizoni takime me shumicë, por do fiksoheni pas një personi që nuk vlen për ju. Financat do jenë të vështira dhe delikate ditët e para. Mos kryeni shpenzime të pamenduara mirë. Gjendja shëndetësore herë do të jetë e mirë e herë me disa probleme të vogla. Mundohuni të mos e teproni me lodhjen dhe të konsumoni ushqime të shëndetshme. Në punë duhet patjetër të bashkëpunoni me kolegët sepse përndryshe vetë nuk do të mund të arrini askund. Virgjëresha, edhe sikur ta kishit programuar, kjo javë nuk do të kishte qenë më e mirë se sa do të jetë. Asgjë dhe askush nuk do t'ju ndryshojë projektet e do t'ja dilni me gjithçka. Nëse jeni në një lidhje afatgjatë, do keni ditë të qeta dhe pa probleme. Në fundjavë do përjetoni më shumë kënaqësi dhe emocione. Ju beqarët do keni njohje të reja, por për tyre do të ketë vetëm mundësi për aventura, asgjë më shumë se sa aq. Financat do jenë të trazuara, kështu që është mirë që të shmangni shpenzimet e të iskajshme dhe për gjëra të domosdoshme. Po ecët me plane nuk do të keni vështirësi. Gjendja shëndetësore do lërë për të dëshiruar. Mund të ndjeni pa fuqi e mund të keni edhe ndonjë problem me frymarrjen. Në punë, herë do të keni arritje e herë do mërziteni sepse nuk do t'ja dilni dot mban. Mirë është që të mos dorëzoheni asnjë çast. Peshorja, falenderojni gjatë gjithë kohës yjet këtë javë sepse ato do t'ju përkëdhelin.
Do jetë Marsi ai që do t'ju mbrojë në çdo moment jetën tuaj në çift këtë javë. Priten vetëm momente të bukura dhe tejet emocionuese, kështu që mos u shqetësoni. Ju beqarë do jeni shumë të izoluar dhe kjo nuk do t'ju lejojë të keni njohje të reja. Nuk do të jetë periudhë me fat për ju. Buxheti nuk do të jetë as pak i keq. Do jeni të kujdesshëm me shpenzimet që do kryeni dhe do i menaxhoni me maturi paratë që do t'ju mbeten. Shëndeti do jetë disi më i mirë se më parë. Kujdesi që keni treguar kohët e fundit do të japë rezultatet e veta. Në punë duhet të hidhni hapat me qetësi dhe maturi, pasi po në situata mund të dalë jashtë kontrollit. Akrepi. Kjo javë nuk ka për të qenë perfekte. Nuk do të jeni shumë të frymëzuar dhe në shumë momente nuk do dini çfarë të bëni, që nga dita e mërkurë mund të shtohet padurimi dhe nervoziteti. Nëse jeni në një lidhje, nuk do i kushtoni vëmendjen e duhur partnerit dhe përpasoj mund të keni ndonjë mosmarrëveshje të vogël. Sqarojeni arsyen pa arritur që gjendja të përkeqësohet. Ju beqarët nuk do i gjeni dot princin tuaj të kaltër, megjithatë do ja kaloni mirë pranë personave të familjes. Për planin financiar do të jetë një javë e rëndësishme sepse do merrni një trashëgimni të majme falë së cilës do i zgjidhni problemet. Gjendja shëndetësore do lërë për të dëshiruar. Në punë dëgjojeni gjithmonë këshillat e kolegëve më të vjetër, por vendimet merrini vetë pasi do të keni reflektuar me kujdes. Shigjetari. Yjet do t'ju favorizojnë gjatë gjithë kohës këtë javë. Ambienti në jetën tuaj në çift do të jetë shumë i këndshëm. Në çdo moment do përjetoni emocione dhe kënaqësi të pafundme. Ju beqarë do jeni të arsyeshëm dhe nuk do rendni me sy mbyllur drejt çdo personi. Në këtë mënyrë do shmangni edhe zhgënjimet. Tek financat yjet do ndikojnë negativisht dhe gjendja mund të ketë goxha tronditje. Nuk do jeni të zotët të kontrolloni veten dhe të ulni shpenzimet. Shëndeti për fat të mirë nuk do të jetë problematik. Do keni mbrojtje të mirë imunitare dhe nuk do prekeni as pak nga virozat e stinës. Në punë duhet të bëni më shumë durim dhe nuk duhet të dorëzoheni lehtësisht. Bricjapi. Kjo do jetë me të vërtet një javë fantastike dhe e mbushur me alegri. Ju që jeni në një lidhje mund të vendosni edhe data për fejesa, martesa apo edhe zgjerim në familje. Më e rëndësishmja është që do të përjetoni emocione pozitive. Ju beqarët që nuk besoni në dashuri me shikim të parë, këtë javë do surprizoheni pa mas. Në planin financiar duhet të rregulloni patjetër disa probleme urgjente sepse po i lat pasdore situata mund të ndërlikohet edhe më tepër. Shëndeti her pas here mund të ketë shqetësime të vogla që do të vinë si pasojë lodhjes së tejskajshme. Në punë do jeni profesionist të vërtetë dhe do arrini majat. Ujori. Javë e paqëndrueshme pritet të vijë dhe do gjendeni përballë shumë vështirësive. Jeta në çift nuk do të jetë ashtu si ju e keni ëndërruar, megjithatë nuk do t'ju mungojnë tërësisht çastet e këndshme. Ditët me diell do të jenë e mërkura dhe e shtuna ose e diela. Ju beqarët do keni disa takime mjaft interesante, por nuk do të jeni gati për të filluar lidhje serioze. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, por ju do dini si të menaxhoni dhe do e mbani gjendjen e stabilizuar. Shëndeti do jetë edhe më i mirë nga sa e kishit menduar. Nuk do t'ju mungojë energjia dhe alegria në çdo çast. Në punë do provoni eksperienca të reja dhe do t'ja dilni me sukses. Jeta familjare do të jetë po një lloj. Peshqit. Kjo javë do të jetë shumë emocionuese. Gjithçka do fillojë me qetësi për ju që jeni në një lidhje, por pas ditës së mërkurë, pasioni do rikthehet në mënyrë të vullshme. Do ndjeni aq mirë sa që me zor do e besoni se jeni në realitet. Ju beqarët nuk duhet të bëni sakrifica ekstreme vetëm për të ndryshuar statusin. Me thjeshtësi dhe një komunikim të mirë, ju do të arrini çdo gjë që dëshironi. Buxheti do të jetë aq i mirë sa që mund t'i kryeni pa frikë edhe investimet e mëdha që keni menduar. Shëndeti do të jetë goxha i mirë. Do jeni në formë të shkëlqyer fizike dhe morale. Në punë do bashkëpunoni me disa kolegë dhe do arrini majat.